Miq të Pas në Natës, kryefjalë kemi artet pamore shqiptare dhe kam kënaqësinë të kemi një mysafir i cili ka ardhur me një ekspozitë mjaft interesante, i panjohur me detaje të tilla, e ka nisur fillimisht se si do pritet përballë publikut. Eshref Qahili, mirë se erdhe këtë Pas në Natë me ekspozitë në Galerinë Fab, ku ke edhe miq tuaj, le të themi pedagog të Universitetit të Arteve. Faleminderit, më mirë që jam prezent, jam pjesë e emisionit juaj, i cili është mjaft i shikueshëm dhe mjaft i çmueshëm. Faleminderit që jemi ne. Dhe në fakt më bëri shumë përshtypje që në fillim ekspozita unë isha pikërisht edhe në Galerinë Fab, e shijova, mora esencën e parë dhe është vija vazhdimi pikës. Kur e nis janë ato bocetet e para, kur nis edhe ideja me vija për të vazhduar më pas me pika e për të kthyer në një mendim të thellë ku ekspozita juaj rrokte elemente të rëndësishme që kanë të bëjnë me ekzistencializmin, kanë të bëjnë me plagët e luftës që janë prezente, nga ana tjetër pasqyrohej, le të themi, elemente të ndryshme që i ndjen artisti sociale, politike, po pa heqë dorë nga poetizmi që e karakterizon pikturën. E vërteta është, unë jam një prej piktorëve që gjithmonë mundohem ta shënoj kohën dhe rrethanat me çfarë jetoj, me kënd jetoj dhe si jetoj. Gjithmonë të pas parasysh problemet të cilët kanë ndodhur ose ndodhin, pak i kthejmë historisë, ma tepër i kthejmë të kohës së tashme dhe të ardhmes. Por që zakonisht mundona me paraqit në mënyrë artistike, pa qenë shumë besnik i klasikës, që njerëzit me lezu, me pa veprën, me lezu edhe më kthejmë me haruma. Por ideja jemi është gjithmonë që të shohin, që kthehen për herën e dytë, për herën e tretë, dhe të mendojnë çfarë ishte ajo. A ishte kjo apo ajo? A ishte kjo ide apo ajo ide? Pra, synimi juaj është që t'i bësh njerëzit të reflektojnë. Të reflektojnë edhe ta shikojnë, ta gjejnë veten në punët e mia. Ta gjejnë veten në punët e mia, qofshin ato bardhëzi, vizatim qoftë piktura. Kjo ka qenë si synimi im është. Sigurisht jam i frymëzuar nga shumë artist, por asnjë nuk e kam që ky është artisti i preferuar dhe do të shkoj rrugës së këtij apo të atij. Po gjithmonë marr elemente, detaje të vogla të cilët për mua më lënë mbresa. Tash e shfrytëzoj rastin se kam pas rast me vizitu, kam pas rast me lëviz jashtë Kosovë, si i ri, dhe kështu që nga ajo më ka frymëzuar, jam ushqyer. Do të mendoj që syrin e kam të ushqyer me art mjaft. Jashtë asaj tash, për mos më qenë mund të punoj, por sigurisht që kam edhe shumë gjëra tjera me punu, të cilat nuk i kam zbras, nuk i kam... Ke akoma energji krijuese edhe ide. Dhe kjo është arsyeja që më bëj skica të vogla, do të thotë etyda të vogla, të gjitha idetë që i kam i shënoj. Shënjohen në laps. Me laps, në grafik, letra të vogla. Dhe në fakt ishte shenja shumë të forta grafike, edhe në atë ekspozitë që ju keni pas ndrojnë fillim, për të ardhur në Tiranë me vizatimin, nga që jemi mësuar gjithmonë për duket parë me shumë ngjyra. Por kjo ndoshta ishte shqetësimi më i madh që kisha ndrojën si do të pritet, meqense kur bëhen biennalet e vizatimit, marrin pjesë 50 artista dhe mesin atyre 50 artistëve zakonisht janë të ndryshëm me vizatime dhe mund të jetë atraktive, mund të jetë interesante, të pëlqejnë 2-3 punime dhe të punime, por një pjesë tjetër nuk pëlqen. Po kur je personale, do thotë të gjitha me një teknik, po them, ose me një verzion të vizatimit, aty është pak për veti e ndisha vetën pak të jo sigur në punën time e ndisha vetën sigur, po si do të pritet, si do të duket, se megjithatë unë kam një numër të madh, jo pse tash paraqiten diku 120 apo 30 punime janë të gjitha, i kisha një 100-200 tjera, i përzgjodha disa nga ato, por megjithatë se ka mjaft punime, mjaft tema, mjaft sende që i kum prek, të historisë, të tanishmës e të ardhmës, megjithatë e kisha ndrojën si do të pritet. Fundit, ekspozita unë e llogarisë jo vetëm ti me paraqit me qenë e këndshme për masën, por me qenë vetvetja. Duke bashkëpunuar dhe bashkëbiseduar me publikun, besoj. Me publikun. Kjo është, besoj, elementi kryesor. Po, unë me sqaru, por që do të thotë është një problem të cilin unë du me paraqit një punë dhe ajo punë du me reflektu dhe du me kuptu. Po në një mas, ka herë edhe punët e mia mund mos kuptohen nëse ti nuk je me autorin, nuk bisedon me autorin. Është shumë rëndësishme kjo. Edhe kështu që
Unë pata rastin të kom ekspozitën e dytë në Tiranë dhe ishte për mu send pak e frikshme, pak e këndshme, por në fund unë dava tepër i kënaqur edhe pse është fillimi i ekspozitës. Ekspozitën e parë ki pas në vitin 2002 në Muzeun Historik Kombëtar. 2002 në Muzeun Kombëtar, po edhe ata kanë qenë me temat temë shqiptare, kështu të ambientit çfarë i Atmosfera e vendit tuaj. Atmosfera e vendit. Do ndërpres pak, ju ftoj të ndjekim një insert dhe rikthehemi sërish për të biseduar një ekspozitë e kuruar nga e bia Nita Qahili edhe profesori dhe dekani i arteve të bukura Sadik Spahia. Artisti kosovar Eshref Qahili vjen për publikun shqiptar në Tiranë në Galerinë Fab krejt ndryshe si më parë. Jo me forcën e ngjyrës, po me forcën e grafikës e lapsit. Qahili ka lindur në Rahovic, luginë e Preshevës, në vitin 83. U diplomua për pikturë në Akademinë e Arteve të Bukura të Prishtinës. Dhe më pas, në të njëjtën akademi në vitin 97, përfundoi studimet pas universitare për pikturë. Në vitin 1992, hap ekspozitën e tij të parë vetjake në Galerinë e Prishtinës. Prej vitit 90, Qahili është autori mbi 20 ekspozitave vetjake dhe shumë të tjerave të përbashkëta brenda dhe jashtë Kosovës, si Angli, Indi, Irland, Amerikë, Francë, Kinë, Japoni. Arti i tij është vlerësuar me çmime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Aktualisht është përgjegjës i katedrës së ilustrimit dhe vizatimit në Fakultetin e Arteve Universitare të Prishtinës. Ekspozita Via vazhdimi pikës e sjell në Tiranë. Këto vizatime fillojnë si skica të lindura nga momentet kur artisti është i humbur në mendime, indikuar nga përvojat dhe i përndjekur nga përjetime të ndryshme kohore. Përmes këtyre vizatimeve krijohet një ndërlidhje në mes të rikrijimit dhe riformulimit të mendimeve për përvoja personale, duke interpretuar në mënyrë indirekte qasjet e sjelljeve, duket sikur rikthehet pas në kohë. Në shekullin e 16, vizatimi ishte përdorur si mjet për të kuptuar dhe komunikuar. E në vizatimet e tij, Qahili arrin këtë qasje duke përdorur vijën për të studiuar figuracionin, objektin ose një fenomen. Në këto punime janë gjurmët, individët, janë shpirtet e atyre që kanë kaluar nga një mendim në tjetrin për të thyer përsëritjet e vuajtjeve. Janë cikle të ndryshme që ai ka hapur në ekspozita të ndryshme, por ndër veprat që ka fort për zemër është Gjaku jot Kosovë nuk harrohet, ndikuar edhe nga miku i tij i vargjeve Ali Podrimja. Ky ishte një material që ne kemi përgatitur nga ekspozita në Tiranë për ta përcjellë për publikun për të parë atmosferën e krijuar, por unë dua të kthej pas në kohë. Okay. Si ka ardhur dëshira për pikturë dhe kush e ka spikatur talentin tuaj kur ka nisur skicat e para, meqense e tham vjen me skica, vizatime, ku ka qenë kryefjala shekullit të 16 për të shprehur vizatimi. Faktikisht, nëse më lejohet me tregu historikun, si fëmijë, unë vi nga Lugina dhe e Preshevës. Dhe kemi pas disa arsimtar tepër të mirë, tepër patriota, po them, tepër mësimdhënësa të mirë dhe kem mësu për historinë, kem mësu për letërsinë. Kujtohet Filip Shiroka, një nga ato që më kujtohet që kom në monografi të cekun. Filip Shiroka ka pas një figurë, vërtet ka qenë një figurë i cili ka pëngjatë gjyshit tim, dhe me mjekrë të barë, original, dhe unë e vizatojsha Filip Shirokën, derisa të tjerë të familjes të tjerë mendojshin se ku vizatu gjyshin tim. Po pse vizatoi Filip? Të pëlqenin vargjet e tij? Më pëlqente se ai rajon është që ka lëviz për Gjermani e Zvicër. E kuptoj. Ai çështja e misirit, dallëndyshet, vargjet. Pikërisht më sollet direkt dallëndyshet. Dallëndyshet e vargjet, e dera e nanës e sende. E kuptoj. Kjo ishte një mallgjysje për mua dhe ishte atmosferë, do të thotë, e pjesë kanë lëviz jashtë dhe ishte pjesë e ambientit. Dhe unë e vizatojsha Filip Shirokën, të tjerët mendojshin se unë ka vizatoj gjyshin, dhe kështu që ma bëshin qefin pak mirë, bukur e ki bo gjyshin, bukur ato, dhe unë fillova me ndi vetën se po di me vizatu. Pastaj Skënderbeu ka qenë një figurë cilën e kom vizatoj, kom trajtu shumë, e kom vizatu me tam kështu,
kur ishte 500 vjetori i vdekjes Skënderbeut. Në 68 do të thotë, unë kam qenë vit klas 2 fillore, dhe shkolla fillore Selemi Allaqin, ku unë e kum kryer në fshatin tim, Erahovic, aty ka pas recitime, ka pas drama, po them drama në kuptimin e recitimeve. Të interpretimeve. Të interpretimeve, po. Edhe çdo kush u dallon ke dikush çfarë ka bëu te ka bëu. Kishte që recitojshin të Fanolit, të Vasopashkodranit, kujtohen. Ndërsa ju u prezentuat me pikturë. Si fëmijë kisha dëshirë të prezentohem ose të paraqitem si veçantë, si kom një talent, dhe unë vizatoisha Skënderbeun. Dhe kom vizatu Skënderbeun, këtë gjepat i kom pas mbushur me Skënderbeun. Fantastike. Dhe kjo ka qenë arsye që më kanë shty ti i mirë, unë ku mendu që jo më i mirë, dhe pastaj prindët e mi më kanë shty, vllau e motra, kuptohet, për me shku në shkollë mesmetartit në Pej. E vetëm shkolla mesmetartit ishte në Pej, pavarësisht që na kishim, është pjesë e Serbisë ishte, edhe ku mujtë me shku në Nish, ku mujtë në Beograd me shku, ka pa shkollë mesme, po Peja ka qenë një për shkollave belgit mira, dhe ku më shku shkollë mesme në Pej. Edhe aty kum fillu më orientu në pjesën e artit. Po ndëlidhi me vitin e kalum, që mos më kthy prapë këtu, vitin e kalum, 2025, pata një ekspozit në shkollën time, po të ku e kum fillorën, u ktheva me një ekspozit personale në 50 vjetorin, kur kum dalë nga e shkollë. Dhe me çfarë u prezentove? U prezentova me disa portrete, me disa pikturat mijat. Ishte nostalgjike? Tepër. Emocionuese? Shumë. Pastaj kur e kyta ato, pas e shkova në Pej. Shkova me mesmetarit në Pej, po ashtu e bona ekspozitën, e cila ishte dera parë ku ju orientu për artë. Nuk harrohet dera e parë? Jo. Shenjë shumë rëndësishme? Kjo ishte për mua shumë punë e madhe, dhe ndjehem shumë krenare dhe shumë mirë, që ku mboj një ekspozit me një vend ku dal nga aty. Ku ke nis ABC-n le të themi të pikturës. Po. Dhe pastaj ku vazhdu, kësaj shkollën mesmetartit, më kanë ndihmu, më kanë orientu. Dhe në pas studion në Prishtinë. Pastaj në Prishtinë, po gjatë gjithë asaj kohë që kam qenë shkollën mesmetarit, ku pas raste me shku në Zvicër, me qenë se baba. Të njihesh edhe me artin ndërkombëtar. Prindin e kom pas në Zvicër të pënu, dhe kom pas ras me pa galeri, muze, si nxënës i shkollës mesme. Aja pastaj më kanë nxitur. Sa të ndihmonte kjo për të përballur me artin e madh europian? Tepër më ndihmonte. Kjo më ka ndihmuar tepër, pastaj kur kum filluar në studime, pas një vitit pauzë, kur filluan studimet e artit, fakultetin e artit, atëherë më kujtohet të kom pa një ekspozit në Muzeun e Sirijët, trapi i Meduzës. Edhe aty ishte dikon një masi 4 metra, 5 metra një pikturë shumë e madhe. Po unë në atë kohë isha student e vitit para, vitit dytë, dhe na kur bëjshmi portretin, e kishmi problem me bom, për shembull, pjesën e mrapavis, ose një vesh, ose një hund. Edhe ti mendojsh që na mes vetë u shtyshmi se na jemi artista, unë jam artist, po kur e patapon atë pikturë, trapin e Meduzës, që ishin 20-30 figura, më tepër ndoshta. Edhe kur shifshe raportin e figurës me figurë, tenin e njënit që është planin e parë, tenin planin e dytë, dhe ti mendosh që biseda, i ktheshe bisedën që ke folë me shok, unë jam piktorë më i mirë, unë jam vizatues më i mirë, atëherë të edhishe veten se je kurkund. Do të dush me vrapu, jo me hec, po dush me vrapu për me mbri, jo si Zherikoja, apo ti tjetër, po spaku do të thotë me pas një synim më të lartë. Jo më kënaqem ato që e ke bëu një portret, e ke bëu një natyrë qetë dhe je kanë lavdur, je i mirë, por për mua ishte ajo një shtytje e fortë. Në fakt, si e kujton periudhën në Prishtinë, ekspozitën e parë në atë galeri? Se është emocionuese, përballja sepse ne e dim, piktori është si murg, rri në studion e vet, mediton fort, hedh bocete të pafundme, derisa arrin në një koncept, një mendim për ta shpërndarë më pas për publikun përmes ekspozitave. E vërteta unë Prishtinë ku marrë 86-ën, me qenë se mbas studime 83 që unë kryp, një 3-4 vjetë këmë dhejtë po ashtu në Evropë jashtë, pastaj unë këthy në Prishtinë, me zavendësu, me punu me një shkollë fillore, dhe ku më fillu me marrë pjesë në galeri ekspozitat kolektive, ku njerëzit ka njofë që këmë kry fakultetin e artit, por që nuk këmë
ka njoftë si piktor, kom bo për vete, pa dash me ekspozu, as me marrë pjesë në eventet të ndryshme. Dhe kur fillova me marrë pjesë, atër reagimet e tyre sikur si që edhe ti po ishe mirë piktura. Edhe fillova me punu me qenë ma aktiv. Kjo ishte pak një nëzitje, ndoshta një nëzitje, po them një nëzitje, gjithmonë unë e kom në vete një nëzitje, sikur se jo më ushty, po s'paku me tregu ka dalë, se unë e di edhe këtë punë. Dhe kom fillu me marrë pjesë në ekspozita kolektive, pastaj bona ekspozitën personale, e cila ka qenë një atmosferë nuk kam qare pa përmetu, se unë kam qenë pjesë e arsimit, do thotë, si mësën dhënës, edhe ku shkollat fillore u ndalun të gjitha shkollat të Universitetit në Prishtinë. Kjo është 89-90, do thotë atë ka qenë fillimi im pak ma i bujshëm në tonë të drejtën, dhe e vetëma shkollë fillore në Prishtinë që nuk lejon të Serbia, kam fjallë shteti me punu shkollë fillore, ishte shkolla Ish Acamarović, tani është Fejkonica, në qendër të Prishtinës. Se shkollat fillore për rreth punojshin, do thotë u jepe e drejta për të... U jepe e drejta, por aty jo si ishin 50-50% me sërbë shqiptarë. Ishte miksuar. Po edhe aty dëshim me në largune, nuk në lishim me mrenda, atë kum pas një cikë, aty po dalë të qashtja pikturës, kum bo shkollë ndaluar. Një shkollë. Po, është shkolla ndaluar, është një cikël vërtet shumë interesant që vjen nga kjo. Po, një shkollë ndaluar, për mua është një sens shumë mirë, i kom bo banket, kom bo lapsat, çantët e shpëndame, në një po i njëjti stil kam bërë, shpreja ime e njëjtë, mos them stil. Shenja, le të themi shenja pikturike është e njëjtë. E njëjta me ato vija që sot i përdori pika dhe vija, dhe atëherë kom përdor pikat edhe vijat, pikat po i përmendi pikat që kom bo pikat e lapsit. Patjetër. Me ngjyra që janë, pa të njëjtë ku edhe vijat. Ka qenë shkolla ndaluar. Shkolla ndaluar si cikël. Dhe pastaj kom lëviz në për shumë tema, në për shumë cikle, por një nga këto është kjo që është pak ma domethënëse ndoshta, po të njëjtë kohë kom bërë edhe Hijet e Bardha, për shembull, ku ishte në Hijet e Bardha, cilën e kom shfrytzu si titull Hijet e Bardha, pastaj me që tani e kom galerinë time, e udhëheq vajza Anita, dhe kemi një edicion që e bojmë që sa vite që një 10 vjetë ndoshta, Hijet e Bardha si edicion një ekspozitës, edhe radhas i çdo vjetë e bojmë, po kjo Hijet e Bardha është marrë nga një pikturë cilën e kom bo protestat e studentave, me këmisha të bardha, me majica të bardha, këmisha të bardha, tu lishu të poshtë rrugës dhe poshtë kordoni policisë duke i pritë. Pra, pastaj kom trajtu po ashtu, edhe këtë teme kom trajtu shumë herë, po këtë verzion me anë vijave, me anë njollave të bardha, e kështu me radhë. Një pikë shumë e rëndësishme në krijimtarin tuaj është dhe cikli i gjurmët. Po. Sa rëndësishme është gjurma për artistin? Po, ndërgjoj, të gjitha për një artist nëse ti bën me vedije, jo të rasti, unë mendoj që në gatin të gjitha pikturat që kom realizuar dhe tërë piktura mendoj që nuk janë të rastit, po janë të kërkume. Dhe gjurmët mendoj që janë shumë se me rëndësi, nëse merret i gjurmën ndasht historisë, ndasht të javës, mujt apo ditës, po marr një gjurmë le sot kudo që shkon edhe vendos. Unë që atë gjurmë ku ndash me vendos. Tani, a kuptojnë të tjertë, ajo është me rëndësi s'pari unë e kum vendos, e kum bo, e kum realizu. Ndihesh mirë me gjurmën tënde pikturike sot? Po, besoj që po. Ndihesh i plotësuar? Po, po veç që nuk ndjenë se kam edhe shumë punë tjera me bo. Patjetër, por ka synime njeriu, ndaj them, nga synimet arrihen disa në fazat të ndryshme të krijimtarisë, pas 10 viteve të para, më pas ku lëngton më ndryshe. Për shumë mua më bën shumë përshtypje, ja sa të rëndësishme janë gjurmët për ju. Ju keni bërë familjet. Po, kjo është familja nanës. Se ke 2 familjet, edhe nga nëna, edhe nga babai, që ishin prezente dhe këto. Ndaj të thash, gjurma nisë edhe që nga familja. Po, kjo është një foto e cilë është bërë dikun ndoshta viteve 67, 68, kur këm pas, vërtet 64-5, këm pas 4-5 vjetë, dhe këm dash me trajtu, jo, mos ta kom si foto të familjes, po këm dash me trajtu në vizatim, e tash kjo është e mes vizatimit dhe pikturës. Unë tash mendoj që vizatimi me pak ngjyrë mund t'jetë pikturë. Dhe shfrytëzoj këtë rast që e futin në ngjyrë, eventualisht ngjyrën e dytë, po prap e ruaj atmosferën e vizatimit.
po në veti mundje edhe pikturë. Pra është një pikturë, një vizatim, po them kështu, që më lem përshtypje edhe thjesht ma tregon edhe historinë time, edhe kohën kur unë kam qenë si fëmijë që shkojmë të gjithë të dajtë, edhe qefi më i madh kur shkon të dajtë, apo jo. E vërtet, shumë e vërtet. Mesin atyre është diku nana ime, gjyshja, por unë jam ky i vogël me një këmishë të bardhë. I ke lënë portretet pak a shumë të shuajtura, nuk i ke bërë tiparet, i ke bërë pak fluid, nuk ke dashur të i jepet fotografi, po të japësh emocion. Po kjo është ndoshta arsyeja. Nëse ti e ki bo mirë portretin, hundën, veshin, vetullën. I humbet mbase esenci. Ndërsa mua më bëri shumë përshtypje, ju thatë veç që në fillim që kryefjala juaj është për të lënë shenjën e kohës në cilën jeton. Po. Dhe në hyrje të ekspozitës është shuajtja, ose si që themi dreka. Po. Ishte me një mesazh shumë të fortë. Si ka lindur ajo punë? E tash tani, ajo është e shutja, është e fillimisht unë e kom bërë. Shpikërisht kjo punë këtu. Po. Kjo është një verzion i tjetër. Një pjesë, sepse. Një pjesë. Po, se kom disa nga këto. Dhe njëre kom bërë Darka e Lamës, kom fillu, Darka e Lamës, që Ibrahim Rogova bënte Darka e Lamës. Ja, ku e kemi këtu pikërisht. Dhe pastaj kalova të shutja, e cila kjo është e pëndryshë një historie, kom dëgju nga një mik që ka punu në shtëpin e fëmijëve jetim, dhe kjo është ngjarja ku fëmijët kur hajnë dreka po dark, edhe e ruajnë pjatën e vet ose ja marrin mishin ose gjën e tjetrit. Dhe kjo është një ngjarje të cilën kam dashur me paraqit. Do të thotë në esencë mund të jetë dhimbshme kjo, por gjithmonë sendet e dhimbshme kam dashur ti paraqes me pas qef me i pa. Dhe kam kollazhin e du, jo si tërsi, por detaje, që ku vendos një kollazh, një pulhur me katrorka, e cila na e që duket si piceta. Na e quajmë sofrabez, kur ushtru buka, unë du një sofrabez, unë du sofra ose pas sofrën një pjatë ty edhe kjo hungër bukë. Pra atje është kom dash një atmosferë të shutjes, e cila ka disa piktura tjera nga këto që janë ndoshta dhe më të mira. Në fakt, një ndër vepra që unë mbylla dhe insertin që ju e keni fort për zemër është gjaku i Kosovës, apo jo, që nuk shuhet kurrë. Edhe indikuar, edhe nga miku juaj që e keni njohur nga afër poetin. Mu vjen mirë që kum njoft Ali Podrima nga afër, do të jo që jam shoshnu, por që ka qenë mik i mirë i Luan Mulliqit, mik i mirë i Regjeferit, unë kam qenë student i Regjeferit, pastaj kam qenë mik i Luan Mulliqit dhe Ali Podrima ka ndet me ata, u shoshnu me ata, mesin atyre do të ka qenë pjesë e një rrethi caktuar që kem ndet. Dhe me Ali Podrimën kem folë shumë herë, kem pi kafe shumë herë, dhe unë e kom realizu nga thanja e ti, cilën e kam bu veta, pa kam nga popli, Kosova është gjaku im që nuk falit. Dhe ato kom dash me paraqiten në gjuhën me simbolet e shurmemecave, me simbolet e shenjave që bëhen pikërisht, por fakt, shenjat janë shumë të forta. E për më tepër duart, në këndvështrimin tim është pjesa më vështirë për të bërë se duhet flasi fort dora, apo jo? Po, afërmendje, se thjesht është një kombinim i kësaj, po edhe këtu ka kollazh, patjetër që janë edhe germat. Është pikërisht sipër. Është sipër ato germa se si Kosova është gjaku im që nuk falet. Mendoj që është kjo fillimi, puna parë ndoshta që kom bërë në letër, pastaj kom trajtuar në pikturë dhe në skulpturë. Edhe në skulpturë kom trajtuar në dy versione, në allshi, në gips, dhe në bronz e kom shndruar një tjetër të ngjashme. Një punë shumë signifikative dhe shumë përfaqësuese është edhe ajo e rrënjëve tuaja. Në Preshev ishte një makinë që kishte edhe shenjat e kohës dhe luftës, shumë interesante. Në fakt lufta është shumë prezente tek artistët kosovarë, sepse është dashje pa dashje, ajo nuk mund të harrohet. Kem kaluar atë, pavarësisht që nuk kem qenë në front, s'kemi luftuar, por e kemi ndjerë.
Por ishte shumë e bukur si punë dhe makina që kishte edhe ato shenjat që ju ja keni fotografuar, i keni pa nga afër, na i shpjego pak detaje. Ajo është një punë për komandant Leshin, një udhëheq, një prisi i luftës të UQMB-s dhe pastaj është vra, mesin e tyre do të thotë veti dytë, veti treti ka qenë dhe 2 miq tjerë ka pas, 2 shok, por ata 2 kanë shpëtu, por nuk i njoh kush kanë qenë ata dhe kumë po si hi ata. Dhe derisa komandant Leshin e kumë paraqitën një pjesë të syrit tinë dhe atë gjamin e makinës e kumë kopju original ashtu si që ka qenë një thymë edhe i shkum nga plumbat. Janë edhe numrat e makinës me KS, të fillimi kur ka qenë me tabelat e Kosovës që ishte. Është një punë që mu m'le përshtypja, mjaft, për mu fletë shumë, kur tëmë kështu fletë shumë, do të thotë t'jesh ma kujton pjesën e 1 vjeçare, 2 vjeçare të luftës të maltretimeve që ju bëhen në atë pjesë. Ndërkohë që radio është shumë prezent në ciklin tuaj. Në fakt, në periudha të caktuara, radio ka qenë vetëm mjet me cilët dëgjohej çfarë ndodhte, apo jo? Radio është interesant, është radio se çdo shtëpi ka pas një radio, po unë kam pas një radio pak më të madhe, ka qenë e mirë dhe kur nuk ka pas në shpresë se çfarë po ndodh nesër apo mas nesër dhe lajmet i kemi dëgju, ka qenë një kohë kur edhe lajmi nuk ka punuar sërët radio televizioni i Kosovës, as radio, as televizioni dhe na lajmet i kemi dëgju nga Shqipëria, nga Tirana, të Zagrebit e kështu me radhë, dhe ato ka qenë esenca e marrjes lajmeve çfarë ndodh. Po të njëjtën kohë, përmes asaj radio ne kemi ndëgjuar edhe këngë të cilët na kanë frymëzuar dhe na kanë bërë gjallë. Kush kanë qenë këngët që frymëzonin? Po ishin të shkurtë Fezës, ishin të shkurtë Fezës, ishin të Ilir Shaqirit, ishin Arif Vladi, shumë bile në një piktur të radios. Në këto 2 radhë zërimi kushte, janë edhe fotot të ngjitur aty, si kollazh, ato që po them kollazhin, janë ngjitur në foto, por e tash jo 2 radio, njëna nga ato e kum ngjitur këto, i kum bë kollazh figurat e këngëtarëve, po dhe të politikajve, po në pjesën tjetër e kum ngjitur vetëm disa vija dhe kum Pavarotin e do këngë. Thjesht me në atë kuptim me tregu një mënyrë që e ke lishu radio, ke ndëgju një muzikë, por pa dashur se kush atë është. Por derisa te tjetra radio, që e cakton një kohë të caktuar, të para luftës, janë figura të cilat ose përmes figurave këngë të cilët i kanë këndu ose fjalime që i kanë bërë disa nga politikajt. Sa të bukur ta ka bërë jetën ngjyrat e pikturës? Unë mendoj që unë dhe na që bjerë me Marti kemi një fat më të mirë në botë, dhe profesionin më të mirë në botë, kemi për shkak që kemi nevojë për rreth, kemi nevojë për shoqëni, por në fundit nuk kemi nevojë për kërken, e kemi brushën, e kemi letrën, edhe mund të vizatojmë, mund të hedhim ngjyra me kënaq vetveten, kur e kënaqemi vetveten, besoj që e kënaqemi edhe për rreth, ata që rrinë me ne, qoftë që e pinë një kafe apo vetëm rrinë edhe pa kafe. Në fakt ju keni të gjërë krimtarin tuaj, se ne u fokusuam të kjo. Keni edhe pejsazhe, kustinët janë shumë prezente, ka shumë gjyra. Keni dhe nudo. Kom edhe nudo. Të gjitha nga pak i kum prek. Po. Të gjitha nga pak. Portreti, kush është forca më madhe që ndjen një artist ose ju vetë, ku ndjeni më i fortë? Në portret, nudo apo në kompozim? Mendoj që në kompozim edhe prezentimin e këtyre temave caktume, të forta, këtu ndjehem ma mirë, edhe i kum prej gati të gjitha, dhe mendoj që aty paraqitet ma mirë dhe ma lirshëm, edhe mund të flas me pikturën shumë tepër. Te kompozimi. Desa këto ma reale, me qenë se nuk bëj reale, bëj ndonjë portret, për shembull në Terezën e kum punu, por me gjithë se është portreti shumë real, po kom pjesa tjetër e trupit, e ka një kuptim se është teshët e bardhë dhe mbrapavia bardhë, komplet, vetëm një pjesë e 4 duket. Mu m'le përshtypje si realizim i Nënës Terezë, por kom edhe Skënderbeun,
kam edhe Skënderbeun në një 2-3 versione, dhe Skënderbeun e kam një takim me papën, dhe është një version tepër i mirë që më le shumë përshtypje ai punimi Skënderbeut. Pra, po përmendi këto, por nuk është një portret real, është një detaj i portretit edhe pjesa tjetër po ashtu përdoret vija. Ato që bën edhe me lëvrimin e moteve, i transformon natyrën. Po, livrimi i moteve është një prej temave. Të gjitha temat në përshtypje, por livrimi i moteve është që kum trajtu, ndoshta edhe ma lehtë ku marrë deri te realizimi një pikture, po anë tjetër janë tepër të mira se aty mundesh me hull pa problem kollazhin, mundesh me hull pa problem ngjyrën, do të thotë nuk ke shumë nevojë, po që si ngjarje, si kompozicion mundesh me kap ma lehtë. Unë edhe nuk jam ai që lëvizin kompozicione shumë, por është fjala e një teme ku e përmendë livrimi i moteve, e njëjti kompozicion përsëritet të gjitha nga ky cikël, po asnjëri me tjetër nuk e ka një ngjyrë. Në fakt, aty duket sikur ka edhe elementet arkeologjisë, mbetje, në shtresa, forma të ndryshme, e bën kërkimin shumë të thellë. Aty mund të shifsh gjithmonë që sa më shumë që e sheh, kam përshtypjen se më shumë gjen elemente. Sa më shumë që e shikon. Ka shtresa. Ka shtresa dhe mund të shifsh, mund të aludosh se kjo është kjo, apo kjo është, do të thotë, po kjo është edhe mesazh, jo mesazh, por kjo është synimi im, që mos t'i ve pik. Kam përshtypje ta lësh të nënkuptohet dhe të plotësohet, le të themi, edhe nga ai që e shef punën. Po, nëse ti shkruan një poezi, një rresht e ndon pik, mbaron mendimi, e ndon presja vazhdon. Në pikturën time tentoj gjithmonë me pas një vazhdimsi. Jo me vazhdu punën e njëjtë, por me pas mundësi me vazhdu një punë të ngjashme, por me një version tjetër. Në fakt, piktura shpesh thuhet që ngjyra është poezia e pikturës. Sa qëndron kjo shprehje tek ju? Sa forcë ka? Mendoj që kjo është shumë e vërtet. Tash mund t'i them dy gjëna, ndoshta se tash frikë vizitova në Vjenë muzeun e Hundertwasser. Edhe një intervistë që e kishte dhënë, ishte një qizume, e thot për skulpturën duhet drita, për pikturën duhet ngjyra. Por e ki Charles Blanc, për shembull, një filozof, ju që marrë vesh shumë filozofie këto sende. E kuptoj? Po i kuptoj disa ko paskoj i lexoj diçka shkurt. Dhe ai thot vizatimi është mashkullorja e ngjyra është femnorja. Tash pa në çmim ose pa lavdrim, po kur është me ngjyra do të thotë se femrat pak e shumë vishën, apo jo pak më. Dhe e krahason ngjyrën si femra. Vizatimi mashkullore, kuptimi me qenë me kontura, me ma forte, ma kështu. Duke kaluar se ju pasqyroni edhe dramat e shoqërisë në pikturën tuaj, por ke edhe ishull shpresë. Sa shpresë kemi? Mendoj se shpresën e kem realizu, shpresa e jonë është përmbush, unë kështu mendoj. Kur them ishull i shpresës, gjithmonë e kom dash me trajtu dhe e kom trajtu në këndin tim, ikjen e shqiptarëve, ikjen e rinis, viteve 90-ta, kur nuk dëshin me shku, ishte rrezik, jo që nuk dëshin, po ishte rrezik me shku në ushtri, edhe pjesa mama dhe rinis kanë ikë për Evropë, kanë ikë për Angli, edhe unë e kom qut ishull i shpresës. Edhe lëvizja atyre që kanë shku atje, mendoj që ka qenë definitivisht ka qenë gjë e mirë që kanë ikë, gjë e mirë që kanë lëviz, që kanë prezentu kombin tonë në shumë aspekte kanë prezentu, mirë e ma mirë e kanë prezentu, qoftë nga këngë, qoftë nga artistat, edhe unë mendoj që i kanë arritur ata qëllimit vetë personal, por edhe shoqëror e kombëtar. Se në fakt, traumat forta e lufta. Don kohë për ta shëruar, le të themi, edhe brezat apo jo. Sa shenjë ka lënë dhe tek ju? Ky element, edhe duke mos qenë pjesë e frontit, por e historive, familjes apo të njerëzve të afërt. Sepse e ke prezent her pas here në ciklin e vizatimeve tuaja. Mund qetë, po këtu janë vizatimet që kum paraqit faktikisht sikur se kjo çështje tash, është një gamë e viteve të 90-ta, një gamë që kum tentuar
me këtë gamën e ertë, me gamën e zezë, po them. Po, bizotron gria e zeza. Gria e zeza, kum dash me tregu një ndjenjë e hapësirës çfarë është du. Se kim pas në edhe ditën edhe natën e kim pas, edhe diellin edhe shiun. Por në shpirtin tim kum dash me paraqit një ambient kjo na ka mbulu. Pak dramatike. Pak dramatike me qenë. Pastaj në mesin atyre errësirave kum dash me qenë ndonjë akcent i shpresës, me një ngjyrë të bardhë, me një pikë të bardhë, me një vit kuqe e kështu me radhë. Pra, pak ndoshta është problem me shpjegu në mënyrë poetike artin çfarë njeriu jeni. Pasagjir për mua, flas për vete, është pak më problem me shpjegu anën poetike të veprave të mia përmes qërru. Ndoshta mu i pika shkurta, ashtu siç kuptohet piktura, vizatimi im, çdo kush sipas nevojës ose mundësisë tij, po ashtu ndoshta edhe bisedën ose fjalët e mia duhet t'i kuptojnë njerëzit kështu. E vërtet. Në qoftë se do t'jepja sonte një laps dhe një letër. Po. Cila do ishte ajo çfarë do e përkufizonte këtë pasmesnat, jo me fjalë, po me formë, e shef Qahili. Po nëse është që më duhet me vizatu diçka, unë e kisha vizatu me qenë se një kohë ku vizatu thneglën, simbolikën e njeriut, pastaj kaloj në si në shkrim mu pa të bo, si kurse jap firmën, thnegla të bo darkën e thneglave, lëvizjen e thneglave, teatri thneglave, kështu me radhë, pastaj gjitha ato kalun në zogj. Tash ndoshta thnegle nuk e kisha bo, se kem punu, mjaft kem punu, kem fillu tash me flutru në kuptim me pa nga qile, me pa sendet që kem mendu me realizu, ndoshta e kisha vizatu një zog shpend, e kisha vizatu në vend thneglave. Me disa pika të kuqe, e kështu me radhë. Kosova, si do ishte në syrin tënd? Një pik e kuqe me një vazhdimsi të vijës. Shpresdhënëse? Patjetër. Po Shqipëria? Shqipëria, mendoj që aty do t'jetë diçka e përbashkët. Nuk kisha mund të menda me ta thonë të drejtë. Mos do bëje Shqiponjën? Jo Shqiponjën, ndoshta, por që nuk kisha mund të menda Kosovën e Shqipën. Pavarësisht që jemi të janë një. Janë një. E pranum as e pranum, e dashtëm as e dashtëm, ne apo të tjerë, na jemi një. Vjen koha që kemi me qenë së bashku, jam shumë i bindur. Je i bindur, po? Jam tepër i bindur, se evolojnë sendet. Edhe na mas me dashka me na po të tjerë, jam shumë i bindur. Emocionalisht si do e përshkruaje, nëse do ishte si pikëtitari, këtë ndjesi që ke jetuar këtë ditë me miqtë e tu artist në Tiranë? Jam tepër i kënaqur, jam. Takova njerëz, takova miqtë e mi, cilë t'i kum taku edhe ma herët, por ne ka qenë andër Shqipëria. Pikturat. Unë i kum rujt, kur ka qenë ekspozita 1978-ën, lidhës prezenit në Prishtinë, i kum marrë ato plakatat, në jetën plakata, apo? Dhe posterave, të gjitha i kom. Ku pas rastin mi marrë me një lidhje kështu, edhe i kom edhe ato i këshyri ko paskoje, unë knaqem për i shof, unë jam edhe për artin real. Të pëlqen realizmi? Edhe real, edhe abstrakt, edhe gjithë, nuk jam i fokusum, kjo bon, kjo nuk bon. Pra, kër i shikoj atë artin që është zhvillu, është bë në Shqipëri, me ekspozitën që e kem, po apo neja e ka qenë frymëzim. Ke një piktor të preferuar shqiptar? Po, më pëlqen... Qofti traditës apo i kohëve të sotshme? Bashkohor? Të tashme ka mjaftë, por të traditës më kujtohet. Po lidha me pikturët që dikum pas qefi, për shembull Hasan Albanin, e ka pas Ramadan Zaskocin, më ka pëlqyer punë tjepër, pastaj Sali Shkjakun, Abrahim Buzën, e shumë Sadi Kaceli, thjesht kanë qenë disa piktorë të cilët unë i kam pas si simbol në kuptimin idhull. Të pëlqenin? Që më pëlqenin. E tash kur i shohune, kur i takoj pasardhësit e tyne, për mua se ndi mirë, a ka më mirë. Kur ke ardhur për herë të parë në Shqipëri? Si e kujton? 93, 1993. Si e kujton?
atë ditë, në qoftë se mund të rivinë në mendimin? Shqipëria ka qenë shumë send i mirë, shumë send i mirë. Nuk kom fjalë që mu me përshku, nuk i kom pas sendet e këqia që është dash me i pa, ndoshta. Kishe mall për ta prekur tokën shqiptare. Nuk e kështu unë është e shtëpijet e vjetra, a i kanë bencat para një shtëpijet vjetër, bencat e di që i kanë qenë. Po, ishin prezentat. Prezente, ishte shtëpija, ishte lëmë, kuptim, u vreke, po që është nuk i kom vrejt ato, absolut nuk i kom vrejt, po më ka duke mirë në çdo aspekt. Pastaj vitin 2001 ku ardhur, vitin 2000 vërtet, ku marrë me familjen pushime në Durrës, atë ka qenë një rast tjetër, ku maskat ishin aktuale, edhe na patën dalë maskat, po me gjithat vitin tjetër, ku marrë me makinë vetë, se herën e parë me autobus. Fëmijët pak u trishtu, u tutën, se ishte puna autobusi plot, 4-5 njerëz me pushka, me automata, edhe vitin tjetër ku marrë jo nga trimia që më trim, që punë e madhe që dalin maskat, po ku ndash me hek atë mendjen tek fëmijët që Shqipëria është e bukur, Shqipëria është e mire. Sot si duket Shqipëria? Shqipëria ka lëviz shumë. Pas është Tirana. Tirana është, kësa e radhe më pëlqej shumë Tirana. Ka jetë, ka gjallëni. Nuk është më 93-ës, ase 2001-shit, por ka jetë. Por ju që jetoni këtu, mos ta vreni, sikur se na nuk e vrejmë shemë Kosovën, është fjala e Prishtinën. Por këta që vinë nga jashtë dhe kur e shohin, e kuptojnë se kanë ndryshimet maja. Dua të kthej prapë te arti, sa ajo është kryefjala mbrëmjes, paçka se nuk shkëputet, se njeriu është i lidhur me rrënjët e veta edhe me udhëtimin e tij. Mendoni që inteligjenca artificiale, ju keni qenë pjesë edhe bienales së parë që është bërë në Durrës, do të cënoj paksa pikturën tradicionale, kavaletin, megjithse kur lindi fotografia, shumë piktorë u tronditën se thanë mos është vdekja pikturës, por nuk ndodhi. Unë mendoj që prap kam me qenë kështu. Piktura kam me mbet pikturë. Mendoj që nëse diçka rrezikohen nga inteligjenca artificiale, mund të rrezikohen ndoshta letërsia, regjia, për regjisera, për skenograf, për... Letërsia besoj për arsye se do shpirt për të krijuar. Mendoj, do ndjenjë. Në artë... Arti ka nevojë për ndjenjë. Arti, ti mundesh me marrë vizatime, marrë me kopju, po kur ti e vizaton vetë një send, ndjenja jote dikun e shtyp ma te për lapsin. Po dikun e hedh shumë letë, sa që nuk vrejet fare. Ato nuk ta bon inteligjenca artificiale. Jem shumë i vidon. Kështu që nuk ta bon, mund ta bojë ndoshta atë, por mendoj që... Nuk t'jepat emocion. Nuk t'jep emocion. Sheftoft. O sheftoft, sa do që mundje. Pra, EA nuk, besoj që nuk mund ndikoje në artit pamore, qysh mund ndikoje në lami qera. Ju jeni edhe pedagog. Po. Si e shef brezin e ri? Sa pasion ka? Ka pasionin e dikushëm? Ndoshta jo si dikushëm, po që unë tani shoh nga një kant tjetër. Si pedagog, jo unë dhe të tjertë, duhet të jemi të kënaqur nëse në një vit shkollor të studime janë 40 veta ose 50 veta, edhe nga ta dalin 5 veta të mirë. Si popull duhet të jemi të kënaqur. Kështu që të gjithë nuk mund bëhen artista, të gjithë nuk bëhen piktorë të famshëm, po disa bëhen mësues, disa arsimtar, disa profesorë, disa bëhen vetëm peizazhe, disa portrete, por në kuptimin e artistit, me qenë i gjithanshëm, ose jo i gjithanshëm, po ndoshta me qenë ma kompakt si artist për me prezentu vetën dhe kombin. Identitetin kombëtar. Nëse dalin 2-3 gjatë vitit, na duhet me qenë të kënaqur. Cila është pika e idesë që keni në proces? Ose temës madhe që keni brenda vetes për të realizuar? Unë kam edhe disa tema të fëmijërisë me realizu. Të fëmijërisë? Të fëmijërisë. Të një edukate që e ki marrë nga print. Kam edhe një spaku 3-4 cikle që mendoj që duhet me realizu. Tash ato cikle mund të kenë edhe nga 2-3 punime, po mund të ketë edhe ka 20 punime. Tash në varësisht nga disponime edhe nga atmosfera çfarë i ja krijoj vetit. Jo të tjerë, por çfarë i ja krijoj vetit. Nuk flenë rehati bie e shef qajli?
Pas mesnata gjën duke pikturuar. Pa tjetër. Vetëm puna na ngritet na mban gjallë. Cili është mesazhi që jep për artistët e rinj në këtë mbyllje të pas mesnatës son? Artistat duhen me qenë aktiv, duhen vizitojnë sa më tepër, duhen shohin sa më tepër. Arti është ai i cili mësohet me të pame, edhe me punë, jo me të lexuar. E lexumja është tepër mirë, por mbetesh një lexues, mbetesh një historian, mbetesh një Studiues arti, studiues arti, por jo krijues. që të lësh gjurmën tënde. Po. Faleminderit shumë që ishe me ne këtë pas mesnatë. Ju falënderit edhe juve. Miq, kjo ishte pas mesnatë. Faleminderit që na ndiqni.